Inside Story ka sjellë të gjithë dinamikën e vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja nga Elvis Shkambi në sallën e gjyqit. Dëshmitarët tregojnë se pas plumbave gjyqtari u rrëzua mbi tavolinë, ndërsa një dosje e bardhë u njollos me gjak. Autori nuk u mjaftua me kaq, por qëlloi sërish, këtë herë drejt palës paditëse Babe Bire, Erviz dhe Rakip Kurtaj. Patrulla e parë mbërriti në vendngjarje 6 minuta më pas. Elvis Shkambi ndodhej ende në oborr në këmbë, duke pritur uniformat blu, jo vetëm që nuk bëri rezistencë, por u thërriste policëve të arrestonin, pasi ishte pikërisht ai autori i krimit. I pyetur për armën e krimit, ai ka treguar se e mbante me vete prej kohësh. Më tronditës është fakti se ai nuk e ka pasur për herë të parë që ka hyrë në gjykatë i armatosur. Në fillim ngjarja u duk si një shpërthim i papritur zemërimi, një reagim emocional ndaj një vendimi gjyqësor, por hetimi që pasoi zbuloi një zinxhir dështimesh dhe përgjithsisht që quan deri tek akti ekstrem, jo ndaj gjyqtarit të ndjer, por ndaj sistemit. Ai ishte viktima e pafatë e sistemit. Në atë sallë nuk ishte vetëm një autor, ishte një sistemi i tërë që nuk funksionoi. Sipas hetimeve të prokurorisë, Elvis Shkambi nuk hyri rastësisht me armë në gjykat. Fakti që autori kishte hyrë edhe herë të tjera në atë gjykatë i armatosur ngre dyshimet se vrasja ishte e planifikuar.